Një pyetje, pse është muzika haram? Pse Allah e ka bu haram? Allahu xhallahu ala ka bu muzikën haram për shkak se i devijon njerëz nga rruga e drejtë. I ushqen njerëz me epsh, i ushqen njerëz me dëshirë për të bërë haram, për amoralitet. E zën e ngulfat zemrën e njeriut dhe nuk e lën të dëpërton të ajo fjale Allahut, përmendja Allahut azza wa jall. E dëmet të tjera të shumta që i sjell kjo muzikë. Prandaj është ndaluar, për shkak se ka ndaluar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allah nuk na ndalon asnjë sen, pas atë që na bën dëm. Dhe vetë Allahu xhallahu ala kur flet për misionin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam thot: "Wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith." U bën të lejuar atyre ato që janë të mira dhe u ndalon atyre ato që janë të këqija. Çdo gjë që Allah e ka lejuar është e mirë dhe është dobin ton. E kuptuam ne apo nuk e kuptuam? Dhe çdo gjë që Allah e ka ndaluar përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e dëmshme. Është e dëmshme për neve. E kuptuam ne apo nuk e kuptuam? Pra nuk kemi nevojë shumë të sellohemi në këtë çështje. Është e qartë se çfarë pasojë sjell muzika dhe çfarë po sjell. Ne kemi Kur'anin për qetësim. Ne kemi Kur'anin për udhëzim. E kemi fjalën e Allahut azza xal, përmendjen e Allahut e kemi ushqim shpirtëror. S'na duhet zëvendësime. Çdo zëvendësim tjetër është i dëmshëm për neve. Ata që s'kan Kur'an, s'kan besim në Allahun azza xal, e kuptoj që atë boshllëkun e brendshëm dëshojnë ta mbushin me diç, qoftë me muzikë. Por ne si musliman duke i pasur të gjitha këto nuk kemi nevojë. Madje përdorimi i këtyre gjërave na dëmton këtë aspekt. Ne duhet të ikim dorë për gjitha këtyre punëve që rrezikojnë raportin tonë me Allahun azza xal. Na dëmtojnë nga sa atë që e ka bërë Allahu të ndaluar është e dëmshme.